Live prap bashkë miq, duket se çdo ditë është më afër zgjedhjeve të 11 majit, sportit më të dashur kombëtar të shqiptarëve kam përshtypjen, cilat janë fushatat edhe politika, kështu që kemi shumë që të komentojmë, por ne nuk do mbetemi vetëm tek spektakli, po duam që të diskutojmë edhe të kuptojmë më shumë se çfarë këto parti politike, të cilat më së shumti kujdesen për të na dhuruar spektakël dhe bejte dhe gallat në këto 30 ditë, të kuptojmë edhe çfarë do të kanë premtuar dhe si janë le të themi programet e tyre në raport me të vërtetën. Edhe për këtë ne kemi thirrur sot në këtë komunikim së bashku Esmeralda Topin, një mikesh e jona e hershme, edhe një njohëse e mirë e ekonomisë, edhe prej vitesh tashmë edhe një vëzhguese e faktit. Pra pjesë e ekipit të faktojes që përgjithsisht kujdeset për të na treguar çfarë është e vërtet dhe çfarë nuk është e vërtet. Faleminderit që erdhe. Përshëndetje Migen, faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e kënaqur që jam përballë teje sot edhe larg modestisë dua të them që daljet e mia janë shumë të rralla. Por nuk do nuk mund të refuzoj ato. Shumë faleminderit edhe po megjithatë unë do ta bëj këtë kritik, sepse njerëzit e vlefshëm daljet nuk duhet i kenë të rralla, sepse ka shumë hapësirë me teknologjinë e sotme, që do të thotë ka shumë hapësirë për shumë njerëz, dhe kur njerëzit e vlefshëm dhe që kanë diçka për të thënë tërhiqen, i lën vendin atyre që duhet, po thua. Po, e drejtë është edhe kjo, por unë e mendoj pak ndryshe. Në rastin tim, mua më flet puna që unë bëj, edhe mendoj që nuk është e nevojshme që, si më thënë, të dalë kaq shumë, sepse kam një emër. Po puna në komunikim është gjithsesi. Megjithatë, po. Ndoshta vlen edhe kjo si kritik, se ma thon shpesh, dhe unë shpesh kur shoh njerëz të caktuar, për shembull, të ftuar, them, po si dreqin mund t'i ftojnë këta njerëz? Po ato janë karige që duhen mbushur. Se kam qenë pjesë e televizionit dhe e kuptoj, kështu që. Se unë shoh shumë miq të mi që janë profesionistë, edhe që janë të jashtëzakonshëm për të folë, për të komunikuar me publikun, edhe një lloj stepje që vjen për shkak të profesionalizmit, pa ti thua që unë do duhet kur të kem diçka edhe ta kem shumë të mirë edhe ta kem. Megjithatë është një hapësirë koha që ndonjëherë ngelet pasaj konspiracionistëve edhe lloj individësh që ta nxjerrin kështu ekspert të midjes dhe të peshkut, gjitha log. Tokën pa hën. Ne në fakt kemi mësuar të shohim shumë nga këta, kështu që. Po si ja bën ju atje në faktoje kur përballeni me gjithë të lukunin e t'i thënit të pavërtet një njeriu ose një grupimi njerëzish që përgjithësin mendojnë se janë të ndriçuar nga ose e konsiderojnë veten profet kur flasin, aq absolut janë. Po me thënë drejtën, ne mundohemi që të bëjmë punën tonë në mënyrë sa më të saktë, por kjo që vëre ti është. Do angresh pak mikrofonin afër. Po, ne përpiqemi që të bëjmë maksimumin në punën tonë, por po themi edhe me zhvillimin e rrjeteve sociale dhe teknologjisë, përhapja e dezinformatave tani ka një shpejtësi maramendse dhe kur ti merresh me verifikimin e fakteve, ty nuk të favorizon koha, sepse ti duhet ja faktosh njerëzve, sepse ajo që thot Migeni është e pavërtet. Pra ti e di shumë mirë që është e pavërtet, por si thua duhet ta kopsisësh mbi bazë të dhënash faktesh dhe kjo të merr kohë, sidomos në Shqipëri. Kështu që kjo është vështirësia jon, por nuk është që kjo na pengon që të vazhdojmë në punën tonë. Pastaj këto historitë me konspiracionistë, me thënë drejtën na bëjnë për të qeshur edhe thjesht argëtohemi. E vërtetë është, po. Edhe është e bukur ajo që thua ti që të gënjesh nuk të merr shumë kohë. Po pastaj të vërtetosh që kjo ishte e gënjeshtër. Dhe në përgjithësi në Shqipëri, Migen, ka edhe diçka që kemi vënë re, njerëzit, shumica, edhe kur ti ja ke faktuar, për fat keq lexojnë pak ose s'lexojnë fare. Dhe nëse ne kemi përgatitur një material me një artikull shumë të mirë, të thelluar, me të gjitha faktet, me zëra ekspertësh, me analizë, me kërkesa për informacion, pra çdo gjë të kopsitur, ti shikon komente të tipit që, pa ku e di ti, lexoje pra. Shiko, nëse le të themi të motivon kjo që do them, ne përgjithsisht bëjmë aktivitete dhe bëjmë postera. Dhe në poster ti ke shumë ose
tre lloje informacionesh. Titulli, se për çfarë do E po kuptoj, bën, po. vendi dhe ora. Ora, po. Dhe këto në një poster janë shumë të mëdha. Pra është i vetmi material që ti e ke të dukshëm. Dhe komentet poshtë janë Në qa ore, kur, po si do bëhet kjo? Domethënë kur le të themi individët e një shoqërie nuk i qasen këtë informacioni që është më fast food se kaq nuk ke si e bën, unë kam shtypin që ti duhet të ndjesh pak jo aq e demotivuar kur bëhet fjalë për të ftuar njerëzit të lexojnë një artikull me 12 paragrafe. Besoj që kemi gjetur një lloj zgjidhje, për shembull së fundmi kemi filluar, nuk e di nëse e keni parë këto videot e shkurtra shpjeguese, të cilat me thënë të drejtën e shohim që shkojnë më shpejt tek audienca, edhe kuptohen më lehtë, se ndoshta njerëzit janë shkëputur nga e shkruara dhe nga e lexuara dhe duan vetëm gjëra sa më shkurte, sa më shpejt, dhe po themi që ato janë për momentin shumë të suksesshme në punën tonë këto video. Kjo është rruga e dur edhe prish së vërtetës në shumë se elemente jemi informuar gjithë për shumë gjëra në hapësirën që ju edhe në komunikimin që ju prodhoni. Po ne pak a shumë folëm për për shembull kur folëm për konspiracione, për këto folëm për një komunitet njerëzish që janë të pakët ose të mëdhenj në numër, po që ju thatë që na bëjmë për qeshur dhe i lema aty disi. Tani unë duhet pyes, ne jemi në zgjedhje. A janë kjo lloj informacionit a gjendet tek partitë politike dhe tek komunikimi në fushat? Po, më shumë se sa konspiracion, partitë politike... A konsumojnë fake, le të themi? Konsumojnë fake. Po, sa duash edhe partitë politike janë në Shqipëri, dezinformacioni, do më thënë, dezinformatat shpërndahen kryesisht nga partitë politike, ne kemi të brendshëm, nuk e kemi të jashtëm, kemi shumë pak ndikim nga jashtë, mendoj unë, personalisht. Kështu që në Shqipëri, politikanët janë ata që prodhojnë më shumë fake news, janë ata që gënjejnë më shumë. Po, ata gënjejnë në raport me vetveten apo gënjejnë në raport me kundërshtarin? Këtë pastaj kjo është dilemë shumë e madhe për mua, po unë mendoj që ata thjesht gënjejnë dhe veçanërisht në periudha zgjedhore gënjeshtrat bëhen edhe më të trasha. Edhe mua kjo më irriton shumë. Ka dy momente në fushat elektorale. Një është që ti duhet premtosh diçka dhe një është që ti duhet të tregosh tjetrit se ai që është përballë teje nuk ka aftësinë tënde. Pra që do të thotë ti dhe le të themi dhe duhet të bësh diferencën midis kundërshtarit, po dhe duhet t'i thuash qytetarëve se çfarë je i aftë të bësh. Dezinformimi kryesisht qëndron tek kundërshtari, pra i thënë ai është i tillë, apo qëndron tek premtimi që ti fillon edhe dizinformon me mënyrën se si ti do bësh gjëra në këtë shoqëri. Po unë mendoj që pikë së pari, këto fushatat janë denigruese për kundërshtarin. Në Shqipëri, she politikanë të ndryshëm, forcat kryesore politike ne e dim, i kemi parë gjithë, jo Bufi, jo Kneta, jo denigrojnë kundërshtarin, edhe pastaj tek premtimet që ata bëjnë vetë, po të them një rast konkret, që ta bëjmë kështu më të kuptueshme, se kur flasim kështu në teori, duket sikur ne jemi kështu gjithallogët që sham pak më përpara. Ne i kuptojmë gjërat, po për shembull, për shkak të punës që ne bëjmë, mu desh të rikthehesha në programin e Partisë Socialiste kur erdhi në pushtet, duke qenë se gjithë këtë periudhë ne dëgjojmë që ata vazhdojnë të krahasohen me 2013, pra ne i gjetëm vendim kur erdhëm ne në pushtet e me radhë. Po thash, hajde po i rikthehem për të parë se çfarë ka thënë në atë kohë kryeministri. Edhe me thënë të drejtën, disa gjëra dhe i mbaja mend, po shumicën e tyre i kisha harruar edhe më erdhi edhe për të qeshur edhe u irritova, thash, po Rama ta dëgjoj veten çka thënë 2013 dhe s'ka nevojë të dëgjoj dikë tjetër. Është opozitari më i madh i vetes sot, po të dëgjoj ato. Po ç'kishte thënë që ishte kaq e se mbase i kemi harruar edhe ne. Po për shembull, në 2013 kryeministri premtonte që do të kishte pensione dinjitoze, që do t'i nxirrte pensionistët nga varfëria, për shembull. E bëri këtë? Po, ne e dim shumë mirë që nuk e ka bërë. Se vazhdoni njëjti premtim riciklohet, edhe me thënë të drejtën, kjo është fushata e parë, mendoj unë, që ka një vëmendje kaq të shtuar tek pensionistët, se kur në Shqipëri kanë mbetur shumë pak njerëz dhe numërojnë mbi 800.000 pensionistë, ata përkthehen në vota dhe ndaj kjo vëmendje është
është kthyer kaq shumë tek ata se në 12 vite pushteti aty ishe dhe mund t'i kishe përdorur më herët, mund ta kishe ngritur tezën e pensionistit, mendoj. Po mirë, se ndonjëherë po ashtu edhe nga opozita, se populli jonë ka këtë në memorien kolektive e treta e vërteta. Jo, ne edhe themi çudia më e madhe 3 ditë zgjat, ne harrojmë shpejt. Mbase ai do ta modifikojë, për shembull thotë e katërta e vërteta. Po, e katra e sakta kemi pas thënë dikur kur ishim fëmijë. Ndoshta edhe ai e ka ditë këtë. Po për te pensioneve çfarë ishte ndonjë element tjetër që në 2013 ishte kaq? Po për shembull për legalizimet, që do t'i mbyllte edhe që ky kalvari i njerëzve me pa dokumenta do të merrte funde. Ndërkohë përsëri e gjejmë si premtim edhe në këtë fushat edhe me një afat tjetër. Pra nuk ka mbaruar sikurse zotoheshe. Po ashtu i pishëm, domethënë se dëgjova në një nga këto rubrikat sy më sy kryeministrin që thoshte tani unë s'kam shkopin magjik, kur erdha e gjeta me X orë në ditë, tani e kam çuar. Ky nuk është diskutim për mendimin tim. Unë si qytetare pres zgjidhje dhe kur ti në 2013 ke premtuar që do të ketë ujë 24 orë, pas 12 vitesh ti nuk mund të më tregosh orët e ujit. Po mbase nuk e ka pas ditur atëherë? Ndoshta. Kjo është. Ideja është e tillë, Migen. Ajo që kam vënë re është që në ato kohë, domethënë se e kam të freskët se sapo e kam dëgjuar ditët e fundit për të bërë krahasimin, në ato kohë kryeministri i sotëm ishte, si me thënë, në pozitat që po luftonte për të ardhur në pushtet. Dhe ai kishte një program që ishte shumë i mirë, se ishte i përgatitur nga njerëz profesionistë të asaj kohe, se tani gjërat ndryshuan rrugës, dhe është e kuptueshme që ti, kur je një forcë politike që je në opozitë, do të vish në pushtet. Ndoshta disa gjëra edhe si me thënë mund t'i kesh pak më të egzageruar, apo ti e di shumë mirë që nuk mund t'a bësh atë për momentin, nuk je realist. Pra, po, e qartë është, po. Por luan me kohën, unë kisha dëshirën, por kur kujtoj që një nga tezat kryesore të fushatës së tij të atëhershme ishte që unë do t'i prish të gjitha koncesionet. Dhe pastaj thuaj që po jo, se unë nuk kam shkopin magjik, se këto janë kontrata ligjore që mua më çojnë në arbitrazh, dhe pastaj ti shton koncesionet me një emër të ri dhe i zbukuron me PPP. Domethënë kjo tregon që ti nuk je as pak ndryshe nga ai që iku dhe që shaje. Pra në një farë mënyre ti je njësoj si ai, ose më keq si ai. Mirë, po çfarë ndodh? Ka një raport midis, ka një arsye pse në fushata politikanët premtojnë. Që do të thotë një ngjallje ëndra të qytetarëve. Po luajnë me emocionet, ne dim shumë mirë, ata luajnë me emocionet e njerëzve. Po, ka një problem këtu që nëse unë të premtoj, ti më beson, dhe unë nuk i bëj, po prap të premtoj, ti prap më beson, unë sërish nuk i bëj. Migen, a e ke dëgjuar? Dhe kjo nuk është vetëm, këtë nuk përfus vetëm Ramën, no? Pa tjetër më të gjithë, se nuk është... edhe, më thënë, 30 vite tranzicion. Më thënë, kam përshtypjen që në 30 vite nga këto premtimet elektorale vetëm drita 24 orë kemi zgjidhur, dhe është fatkeqësi për 30 vite, dhe kemi zgjidhur vetëm ti më thua që kemi akoma legalizime? Të pambyllura, është vërtet. PD-ja është akoma duke premtuar pronat e Izoti. Ujë 24 orë. Po tani çfarë duhet bëjmë ne? Mos haro pasaportën europiane. Po do ta diskutojmë pak pasaportën europiane. Jo, ke të drejtë, po thua që edhe njerëzit, unë mendoj që... çfarë duhet bëjë një qytetar, domethënë? Po unë mendoj që ne duhet të ndëshkojmë me votë, dhe kjo mungon në Shqipëri. Por nga ana tjetër, kjo kast politike... Kjo është e lehtë për ta thënë kështu, se domethënë unë dua që ty më pak më kështu. Është shumë e lehtë për të thënë që do ta ndëshkojmë me votë. Duhet ta ndëshkojmë. Për shembull, ne kemi Kosovën, ne kemi shumë pranë. Ata ndëshkojnë me votë. Dhe ne këtë në momente të ndryshme gjatë tranzicionit edhe mund ta kemi bërë. Po ka një problem të shtuar midis raportit të llogaridhënies, pra mos jemi duke i rënë me qafë kot duke i orientuar drejt programeve, ndërkohë që vetëm programet janë fare në referenet askujt në këtë shoqëri. Po duhet ta shohim edhe pak nga vetja, kjo është e vërtetë, se për shembull, jo më larg se sa 2 ditë më parë, një fermer nga Korça dhe një nga Lushnja
i ankoheshin kryeministrit në takim për 1001 të zezat me cilat ata përballeshin dhe në fund i uronin fitoren. Tani më thuaj ti se çfarë duhet të bëj ai. Po, shiko, unë ndonjëherë jam skeptik sepse këto audiencat e këtyre politikanëve sot janë audiencat e tyre. Po jo, nuk është vetëm e kuptoj çfarë Por- do të thuash, por- pra ai po jam- Fernieri po ai është zgjedhur se është E socialist. shprehu, domethënë ai mori guximin thua dhe ti dhe e shprehu. Më pash edhe një zotëri tek porti i Durrësit, që i tha ore çana bëni, po na merrni nga 6000 lekë vetëm se hym tek porti dhe kryeministri ishte kështu. Çka ka ndodhur. Domethënë ka njerëz kurajos, por gjithsesi janë pjesë të rreshtuar. Dhe ti e ke shumë të vështirë sot sepse asnjë nga politikanët nuk bën debat. Domethënë këto premtime, a do ishte më mirë që këto parti politike ti ballafaqonin me njëra tjetrën ose liderët ti ballafaqonin me njëra tjetrën? Patjetër, pa ata nuk e kanë fare në prioritet këtë gjë. Shiko, Partia Socialiste ka thënë që do të ndërtonte 450 shkolla, Që ka ndërtuar 450 shkolla të reja. Është e Dhe kjo kishte pavërtet, bërë se një- ne e kemi verifikuar dhe me shifrat e Cila ministrisë. është e pavërtet? Pra, Ministria e Arsimit, në përgjigjen zyrtare që na ka kthyer ne, e ka rrëzuar këtë, po themi, pretendim të kryeministrit, sepse e para pikës pari në 10 vite ne kemi 363 shkolla më pak. Që do të thotë nuk ka se si të jenë ndërtuar 450 shkolla të reja, se duhet theksuar kjo, që ai thot shkolla të reja. Mos ka futur dhe këto që lyhen? Po, Tek të ato reja? ka futur dhe prap nuk bëhen 450. Domethënë dhe me të lyera. Edhe nuk me bëhen. të lyrat nuk bëhen aq. Për mos t'ju futur pastaj historisë që ti ke shkollat bosh me nga një nxënës, e me nga 2, e me nga 10 në zonat saktuara rurale të Shqipërisë. Edhe përpos kësaj ka premtuar që do bëjë edhe 200 të tjera në 4 vite të ardhshme. Po do jenë si këto 450. Domethënë pse është kursyer, mund ta bënte edhe 600, Po, 800. Nuk e ndan asgjë nga nëse je kaq Te i irracional. Te i pesti. Dhe mua kjo më shqetëson që nëse në këto programe politike nuk tregohet vlera, koha, ku do gjenden Po parat. jemi një pikë ujë në oqeanin e Qa madh të kuptimi ka? informacionit Omigen. Dhe njerëzit kur ai thot 450 shkolla të reja dhe dëgjojnë nga mediat kryesore fjalën e tij, janë ndërtuar 450 shkolla të reja, e marrin të mirë qenë. Tani unë do rridh edhe pak tek kryeministri. Ka premtuar që do jap pasaport europiane. Po të pyes kot kështu për qef. Patjetër. Do ndieshe me pasur ose me shumë standarde nëse nesër ti do kishe një pasaport. Jo, nesër literalisht, ë? Pra, nga sot, Për mua nuk çfarë bën ke asnjë sot? lloj diferencë. Nesër ke një pasaport europiane. Për mua personalisht nuk do bënte asnjë lloj diferencë. Unë do të isha shumë e lumtur që ne ta kishim atë pasaportën europiane, sepse unë kam një familje të re, kam një djalë dhe unë dua shumë që ai të rritet në një vend europian, por jo në një vend europian me fjalë, por me vepra, që ai të ketë një kopësht ku mos ketë mbi 40 fëmijë në grup. E vërtetë është. Unë dua që ai të shkojë në një shkollë ku unë mos të kem frikë se me kë do të jetë ai, me kë mësues do të jetë ai, mos të kem frikë për sigurinë e tij në shkollë. E kështu me radhë, unë mos kem frikë çfarë ushqimi t'i jap, a t'i jap lule shtrydhe apo mos t'i jap lule shtrydhe, a t'i jap mish pule apo mos t'i jap mish pule. Do me thënë, pasaporta europiane për mua mund të ishte edhe një pasaport shqiptare, po të ishin këto, nuk do ta doja atë pasaportën europiane. Më kupton ku e kam? Pra, qytetarët përgjithsisht janë lidhur me standardin europian. Patjetër. Ne në Europë jemi, Miguel, ne pjesë e Europës jemi. Domethënë kjo po në hartë. Po në hartë patjetër, por unë dua që të kem standardet e tyre. Pra pse ikin shqiptarët? Ikin sepse duan një jetë më të mirë. Jo sepse kanë qef të lënë vendin e tyre. Po këtë jetën më të mirë, mund të ta jap pasaporta? Brenda vendit? Po të them edhe një herë, pasaporta ta jep një jetë më të mirë nëse atë pasaport e ke fituar falë reformave dhe shtetit ligjor, jo me fjalë. Ti mund të thuash nga mëngjesi deri në darkë që do të tregoj një do ta bësh Shqipërinë europiane, po do të thënë fjalët e tua bien ndesh me veprimet e tua.
Për shembull, ne kemi marrë, të paktën po them muajt e fundit, nuk po i futem gjithë historikut që ne kemi verifikuar. Për shumë nisma ligjore, që ne kemi pyetur Komisionin Evropian, ka dalë kundër qeverisë. Me ato gjuhën e tyre diplomatike, sepse ata nuk ta thon kur atë që mos e bëj, po të përmend rastin e fundit, një tec në Roskovec, i cili do të eksportoj energji për Greqinë. Tani, në të vetmen zonë të vendit bujqësore, ku kishte ende të rinj, me qindra mijëra hektar me sera, ti do të ndërtosh një tec, i cili, sipas të gjithë ekspertëve që marrin vesh nga ajo punë, të ndot. Dhe gjithë komuniteti atje do preket dhe do dëmtohet. Dhe për çfarë duhet ta bësh ti këtë tec? Dhe kemi pyetur dhe Komisionin Evropian dhe ai i kujton këtyre që duhet të bëni energji nga dielli, nga era, mirëmbani hidrocentralet. Pra i ta thot me Terezi, mos e bëj vlla. Mos është një... Dhe këta e bëjnë. Tani këtu, ajo pasaporta europiane, sikur nuk shkon në këtë rast. Komunitetin e ke kundër. Bashkimi Evropian të thot mos. Ti nuk e ke të nevojshme që ta bësh. Ti nuk je i detyruar, sepse ai është një tec privat për llogari që do të bëj biznes, por ty të dëmton. Komunitetin. Ty të dëmton, jo vetëm komunitetin, ty të dëmton edhe në angazhimet që ti ke ndërmarrë si shtet për ndryshimet e klimës, për uljen e gazrave, më the të thash. Tani, nëse ti do të shkosh në Europë, ti duhet të ndjekësh disa standarde, ti duhet të zbatosh disa reforma, ti duhet të përshtatesh standardeve të tyre, ti nuk mund të thuash që s'po i pyes unë këta. Se në Europë pyeten qytetarët, dëgjohen ata. E vërtet është. Mua më kujton një sigurisht që njerëzit janë në vendin tonë, njerëzit janë ata le të themi të thjeshtët edhe të ndeshmit. Unë i gjej shumë të integruar me Europën, domethënë më duken europian, din 2-3 gjuhë ose minimalisht një gjuhë, edhe kryesisht të rinjt, për shembull, ne në disa akademi kur shkojmë në qytete, shpesh herë kemi pas të ftuar dhe ambasadorë dhe elementë tjerë. Dhe kur fillojnë i pyesin, kur ambasadorët i pyesin a doni të hyni në Europë, po gjithë donin të hynin në Europë, edhe kryesisht dëshira për të hyrë në Europë ishte ose për të marrë të pasportën ishte që të iknin nga Shqipëria. Domethënë të kishin një mënyrë të lehtë për të ikur në Europë, edhe kjo po këtë e thot dhe kryeministri. E ke dëgjuar që e përdor si test që ti do ta kesh të lehtë. Po një i ri nuk e ndërton vet. Pra një i ri nuk e ka fajin kur artikulohet i këtij. Një i ri e artikulon këtë si rezultati incentivave që ka marrë në këtë shoqëri. E vetmja mënyrë për të ikur lehtë në Europë është të hysh në Europë dhe të marrësh pasaportën europiane ku ti mund të lëvizësh ku duash. Dhe askush nuk është kujdesur që hyrja në Europë të krijon një vend të tillë ku çdo vend tjetër i Europës të duket i barabartë me vendin tënd. Për nga standardi dhe për nga mënyrat dhe nga niveli jetesës. Këta nuk po e bëjnë. Unë kam menduar largimin nga Shqipëria dhe jo një herë, Çfarë ka mbajtur? Pse s'ja ke dalë? Po kur ti mendon, jo ta them shumë sinqerisht, e kam menduar dhe vazhdoj ta mendoj dhe kur dëgjoj jo për hir të fëmijës, jo, dhe për hirin tim. Po. Jo vetëm për hir të fëmijës, për hirin tim, pse unë duhet të jetoj në një vend ku në orën 12 të darkës çdo fundjavë unë kam betoniere përballë pallatit ku unë jetoj, sepse po ndërtohet. Në asnjë vend të Europës nuk ndodh ajo. Pra unë nuk mund të flet dot në fundjavë pa vend tapa në vesh. Në rregull? Dhe po të marr gjëra shumë bazike. Dhe të gjitha këto ty të indinjojnë, të irritojnë, ti mendon të ikësh nga ky vend. E vërtetë është. Sepse edhe po të marrësh në telefon policin, policia nuk vjen, edhe po erdhi ri atje bën sikur kthehet mbrapsht. Domethënë, të gjitha këto të bëjnë që ti të mendosh largimin nga ky vend. Ajri ndotur, pasiguria te ushqimet, arsimimi i fëmijës. Domethënë unë isha shumë e fat tek qertja ku kisha djalin tim, sepse ishte fat i madh që ai kishte një edukatore të shkëlqyer e cila iku. Ka ikur edhe ajo. Sepse ajo nuk i përkiste këtij vendi. Dhe prandaj them që ne kemi qenë me fat. Duhet mos jesh i shkëlqyeshëm. Po jo, po nuk ecën këtu. Dhe ke shumë të vështirë pastaj. Dhe
kur ne ndryshuam nga çerdhja në kopësht, ka qenë një vështirësi shumë e madhe për ne si prind, sepse mua mu tjetërsua fëmia nga një ambient i dhunshëm atje. Në vërtet është sepse atje kishte disa fëmijë të sëmur dhe nuk ishte mësuese ndihmëse. Që s'kan specializim dhe ky është problematik. Dhe askush nuk e ngrinte zërin për këtë. Më kupton apo jo, sepse edhe ti dhe nëse e ngresi shqetësim, ti nuk merr zgjidhje në fund dhe kjo është dëshpëruese. Pastaj ti the pse s'ke ikur, po ky profesioni jon nuk të pi ujë ande, çfarë do bëj? Nuk jam me 20 vjeç. Pse nuk ka probleme me fake newsin dhe premtimet jo të... Po është e vështirë që të bësh të njëjtin profesional. Unë do kthehem prap tek fushata edhe tek le të themi kjo marrëdhënia e partive politike ose e programeve me të vërtetën. Mirë po, ka edhe një element që partitë politike janë formacione të cilat akumulojnë para. A mendojnë që mënyra se si ato akumulojnë para edhe shpenzojnë para, kryesisht në fushat, është transparente? As pak. Dhe ta them këtë të faktuar. Po. Pra, që kur kanë filluar këto turet e diasporës, ne jemi përpjekur që të marrim informacion nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike së fundi, për të kuptuar shpenzimet e tyre. Kush i ka paguar këto udhëtime, salla, banera, koncerte, këngëtare, më thënë Ledwallin. Të gjitha, ne dim shumë mirë që ato kushtojnë. Nuk kemi marrë përgjigje. Akoma jemi në pritje dhe nuk marrim përgjigje, sepse ka dhe një gjë që ndryshe nga institucionet, po jemi drejtuar partive politike, sepse ato janë evente që nuk i organizon kryeministri si kryeministër dhe nuk mund të i kërkosh llogari kryeministrit. Nuk përgjigjen, sepse nuk përgjigjen, është mungesë transparence kjo dhe kjo tregon shumë. Mos përgjigja është përgjigje në këtë rast. Këtë do thoya. Sepse një njeri që nuk ka asnjë gjë për të fshehur, nuk ka pse të mos kthej përgjigje se sa shpenzon për një X tur në New York. Po jo, është interesante sepse partitë politike nuk janë grupe biznesi ku dikush kërkon të akumulojë një lloj pasurie dhe le të themi po fsheh mënyrën dhe markën apo ku diun këtë sekretin tregtar se si arriti të bëj i pasur. Le të themi kushdo qoftë, nëse ti je kryetar partie, ti ke antar. Dhe antarët kanë të drejtë të informohen mbi partinë e tyre. Po, mbi financat, mbi struktura, mbi financat. Pra, nëse dikush është antar i Partisë Socialiste, Demokratike, po edhe të reja, ti nismës Turja, po ku diun i Shqipëria B, kushdo, edhe sikur 10 antar të ketë aty, antarët kanë të drejtë dhe kanë nevojën të kuptojnë si mbahet financiarisht dhe kush e ushqen financiarisht partinë dhe si partia pra kur ju më thoni që nuk marrin përgjigje, këtu bëhet fjalë që nuk merr përgjigje mbi një gjë që duhet të ishte gjatë transparente aty. Pra kjo nuk kishte nevojë për pyetje, sepse diku në një hapësirë duhet të ishte e paraqitur. Po në vendet europiane dhe ligjërisht ato e kanë detyrim për t'ia paraqitur në mënyrë frekuente. Është vërtet, pa ata pastaj në fund plotësojnë çfarë duan vetë, edhe kur publikohen ato të dhënat, gjithë historia ka mbaruar, askush nuk merret. Ky është një pakt i eshtur mes tyre. Ata e kanë bërë vetë atë ligj. Po pse nuk bëhen transparent këto para? Po sepse po të bëhen transparente kanë përshtypjen që dalin shumë gjëra në lojë. Po çfarë fshehin ato? Domethënë po nuk e di ti Migen, me thënë të drejtën, se kur mendon se di shumë nuk di asgjë, po fakti që janë po minimalisht janë të palishme. Janë të palishme, janë para të pista ndoshta. Nuk di të ta them. Që nesër mund të shërbejnë dikujt që i ka dhënë. Por fakti që nuk i tregojnë financat dhe shpenzimet dhe nuk janë transparente në këtë pikë, i bëjnë të pabesueshëm. Edhe na lën ne këtu mundësinë që të aludojmë të bëjmë kështu teori konspirative. Kush i ka sjell këto para, ç'a janë të bardha të zeza. Po aty ku ka errësirë kushdo mund të ngrej pikpyetje të dhe nuk është një histori e sotme, kjo është. A ka një intensifikim në punën tuaj që ata që kandidojnë tani
të bie në telefon, e të thonë më duhet një artikull, ose më nxirr mirë këtu, Jo, ose më tek nxirr ne mirë nuk aty. ndodh kjo, sepse ndoshta e kemi krijuar atë profilin tashmë që shikose, kujdesme. Po për nuk vizibilitet duhet. për shembull. Jo, nuk kemi përballur me këtu, por duhet të thënë që do dalim prapë tek ajo historia që nuk lexojnë, edhe ne për shembull disa artikuj i shfaqim dhe me infografik. Po, informacioni i shkurtuar. Informacioni i shkurtuar edhe vizualisht janë edhe të kuptueshme, të lexueshme, edhe Po më thua për sondazhin me mandatet. me mandatet, po çan telefonat, domethënë, për le pastaj komentet që të turin këto njerëzit që siç duket merren vetëm me atë punë, edhe lloj historisht, në fakt ato ishin të marra nga barometri dhe po të lexoj artikullin sepse ai postimi të çonte tek një link që ishte artikulli dhe e kuptoje kush ishte burimi i informacionit, që ishte sondazhi i barometrit, dhe mbi atë eksperti kishte kalkuluar për mandate. Për mandate. Na mizi, secili kishte një teori, domethënë. Askush nuk e lexoi materialin. Po kam përshtypjen që ata që e kanë lexuar nuk u ndjen dhe të gjithë këta të tjerët. Kjo ka qenë procesi midis të cilës unë kalova. Shikoj mandatet, infografët, wow, thash këto mandate. Dhe pastaj për të kuptuar se si kishin ndarë këto mandate, mu desh ty atë linku, se thash diçka duke ndodhur. Dhe pastaj kur pash tek linku që shpjegonte, po. Në varësi të këtij sondazhi është kalkuluar mandati dhe ishte krejtësisht e qartë, edhe metodologjia edhe praktika, kështu që mund të vinte mirë ose jo, po përfundimi kishte dalë në mënyrë objektive. Në mënyrë, po, është e vërtet, por nëse nuk do e kisha lexuar, me shumë mundësi do t'ju kisha marrë edhe unë telefon dhe kisha thënë çfarë bëni kështu se keni filluar shpërndani mandate. Sikur ti ishte kaq e thjeshtë. Po. Ka një element që përgjithsisht kam përshtypjen edhe qytetarët i shqetëson, po edhe mua personalisht. A duhet që politikanit ketë një marrëdhënie të drejtë për drejtë në kuptimin me qytetarin për të ndërtuar një institucion llogaridhënës më pas? Pra, nëse ai shkon vetëm nëpërmjet ekranit ose telefonit. Po patjetër që duhet të ketë. A e humb mundësinë që nesër dikush t'i kërkojë llogari? Dgjoj, këtu ka një problem shumë të madh. Se kam përshtypjen këta prandaj edhe premtojnë. Se nesër çdo vi njeri kush t'i kërkojë llogari, më kupton? Këta në fushata, po ti vësh re, janë nëpër zonat e tyre elektorale. Takojnë njerëz, i dëgjojnë, i premtojnë shumë gjëra që ne as nuk i dim, sepse shkojnë dhe pastaj nxjerrin vetëm ato fotografitë e bukura, edhe thonë gjërat që duan ata të thonë. Dhe nga ana tjetër kemi 4 vite qeverisje, që tek tuk në një deputet si Erion Braçe, që e shihet çdo të premte në Divjak dhe atë pastaj e hoqën nga Divjaka e nxorën kështu në listë të hapur në Tiranë. Që shkon në zonë, që merret me shqetësimet e banorëve. Histori tjetër a zgjidh a nuk zgjidh gjë. Të paktën ka një kontakt me banorët atje. Pra këta lloj deputetësh janë shumë të rrallë. Se ju besoj e keni lexuar ato studimet që bën Afrimi. Po. Për fjalimet në kuvend. Ka deputet që nuk flasin kurrë as në kuvend. Kjo është nuk e di domethënë, nuk kanë fjalë. Kështu që tani këto takimet mua nuk më duken asnjë gjë. Unë pres që këto takime që bëhen tani të vrullshme, e ku këta ulen gjumë me popullin, e anë ëmbëlsira, e hedhin valle, ku di unë, dua që këto takime t'i kenë të përjavshme, në mënyrë që të mos e humbasin realitetin, sepse di çfarë ndodh, këta humbasin realitetin, Migen. Kur kanë bërë një ndryshim dikur në ligjin për të fshën e bujqësisë, kanë goditur fermerët në mënyrë të tmerrshme dhe nuk e harroj një fermer që më ka thënë një fjali. Këta kujtojnë se qumshti bëhet e 15 kaçi. Dhe kjo ishte shumë domethënëse. Se është e vërtet. Këta shkëputen nga realiteti, takojnë vetëm njerëz që ju bëjnë furça, se ke edhe këta anë, që i tregojnë vetëm gjërat e mira, që nuk guxon njëri t'i thot një problem. Këta pastaj jetojnë atë babullin e tyre, në fluskën e tyre, sepse as
as këtë kontaktin me njerëzit nuk e kanë, dhe atë kontakt që kanë me ata njerëz janë të ngjashëm, edhe jemi shumë mirë, thonë ata. Më kupton? Pastaj kjo ky është ajo që ballafaqimi tjetër, ai ndëron kandidatët, ndëron listat, thot ai, po ishte Migenia atëre, tani që do jem unë, çketi mbaroj kjo punë. Më kupton? Kanë gjithmonë një justifikim. Kështu e pas ke lexuar këtë ndryshimin e listave, Po, këtë herë po, unë kështu mendoj. shmange ngjurmësh. Po, dhe po ta vësh re, janë kandidat, disa prej tyre, janë të rinj, janë qytetar, janë të arsimuar, janë po themi një të ngjashëm me ne. Dhe nuk është rastësi. Është e qëllim. Është e qëllim. Është të pastrojmë një çik ato radhët. Ti ke një përvojë të gjatë me kryesisht me këto shifrat, edhe me të dhënat që vijnë nga ekonomia. Nga programi i PD-s, që do e bëj Shqipërinë madhështore. S'po ja dyshojmë këtë. Too good to be true, dua të them për atë program. Për shembull, tek bërja madhështore e Shqipërisë thuhet që pensionet do rriten me 200 euro dhe deri në fund me 400 euro. Tani, dy sinjose e ekonomisë, a mundet të rriten pensionet në këto vlera dhe është madhështore pasaj si vlerë? Dëgjoj, më lejo të filloj me programin njërë. Po. Sepse është ta thash është shumë i bukur për të qenë i vërtet. Pse? Dhe më kujton pak programin që folëm pak më përpara të 2013-s të socialistëve. Ja do të them disa argumenta sepse. E ke parasysh kur ti e di shumë mirë që s'do vish në pushtet, që ke betejën e humbur dhe premton edhe e bën shesh me lule çdo gjë, ashtu më duket edhe mua Partia Demokratike në këto momente. Pra ti e dëgjon nëpër takime i thot ai do ta ulësh këtë dividendi, por i thot që do ta shikojmë. Pastaj kalon te një tjetër i thot ai unë dua pensionin kaq, do ta shikojmë edhe këtë. Më kupton? Është si të kesh një shkop magjik edhe ti bësh gjitha këto. Po ndalen vetëm tek një premtim që thot do heqim rrugët me pagesë. Është pak a shumë si ai premtimi me koncesionet që thoshte Rama që do t'i zhdukim gjitha, ashtu është edhe ky. Ato janë kontrata. Ti nuk mund t'i heqësh rrugët. Do paguash më shumë nëse e Se pastaj prap unë e ti do t'i paguajmë ato arbitrazhet, më kupton? Jo, përveç kësaj, do më thënë ti e ke një kontratë 35 vjeçare. Ai ka të gjithë të drejtën e botës të të çojë ty në arbitrazh ndërkombëtar, pse ti dëmi është bërë tashmë, nuk e shbën dot këtë. Dhe nëse e shbën do paguash më shumë. Edhe nëse e shbën prap ti ke koston se do paguash, sepse ata privati kur bën kontratat, është shumë i kujdesshëm që ti kopsisi se nuk ne dim shumë mirë si bëhen kontratat këtu. Është më tepër kontrata koncesionare, kështu që është një fjalë goje ti thuash njerëzve që unë do heq taksat e rrugës kur nuk i heq dot, më kupton? Më kujtohet kur është kjo që thua ti që ndonjëherë biznesi është i mbrojtur mirë, ka juristët shumë të mirë se të shtetit. Kur është bërë rruga e kombit, kur u bë ajo koncesioni, mbaj mend që kishte një kontratë aty që po mos kaluan makina shumë, shteti duhet të paguajë nëse s'kalojnë makina. Po, do t'i rimbursojë. Dhe mendohesha dhe thoja, ore po ç'është kjo pikë kaq absurde se ajo është rruga kryesore si s'do kalojnë makinat. Dhe nuk mendoja që do vinë një ditë që s'kalojnë makinat. Do t'i që erdhi një ditë, u bë pandemi, makinat s'kaluan, dhe kur nuk kaluan makinat që rinin ne në shtëpi, shteti vajti i dha para privatit, me që s'po kalojnë edhe s'po të vinë t'i japin një nga një lekët, do t'i japun lekët, dhe kjo ishte, thash... Okej, e mësove ti këtë mësimi... Ata që unë zgjedh, nuk i pas kanë juristët aq të mirë në krahasim me ata që janë biznes. Sigurisht, po unë e kuptoj. Po ja zvogloj. Ka dhe një pikë që është shumë interesante tek programi PD-s, thot, fëmijën e tretë do ta mbaj shteti. Për shembull, unë jam shumë afër. Po ti bravo që e mendon. Edhe ti jetë fëmia i parë, po është incentiv, për shembull, po erdhi PD-ja, unë them do ta mbaj PD-ja të tretin. Do mendoj të bëj të tretin, se do ta mbaj PD-ja. Kur ti je pa gjumë apo si? A funksionon? Nuk e di nëse do vi edhe tek netët pa gjumë, po financiarisht do e mbaj shteti fëmijën. Domethënë dëgjoj, këto janë... Dhe kjo bëhet për shkak të një politike shpopullimi që ata thonë se po ndodh. Jo se po ndodh, po ne jemi të gjithë prezent që lindjet janë paksuar. Po e vërtet është. Edhe është problemi i jashtëzakonshëm dhe ne artikulojmë shpesh. Po, domethënë përtej shakas. Unë mendoj që këto janë
iniciativa shumë të mira, nisma shumë të mira, si nisma në fjalë, por jam skeptike nëse për mënyrën e realizimit dhe kostot. Pra, nëse ti bën një program, por nuk ke përllogaritur me saktësi se sa të kushtojnë të gjitha këto, në mënyrë që ti të kesh ato pros and cons, vëlla, domethënë sa të kushton ty kjo gjë dhe aja vlen për të bërë kjo gjë. Kush është prioriteti yt dhe kush do jetë më pak prioritet, sepse nga ai program unë shoh që të gjitha gjërat janë prioritare, po nuk mund të jetë kështu, sepse ne e dim shumë mirë që buxheti X është. Shiko, ka dhe një element tjetër. Po është vërtet kjo. Dhe unë doja të pyesja një gjë, si mundet të funksionojë kjo paradigmë? Mua më duket paradigmë, nuk e di ose ti plejthitje, nuk e kuptoj. Domethënë një shtet i vogël, ndërkohë që rrit shtetin social. Domethënë funksionon kjo? Domethënë se kam parë. Është kjo që të thash, pra kur ti e di që e ke të humbur një gjë, ti del me mrekullira, më kupton? Pastaj do fillojnë argumentet edhe nëse ndodh, do fillojnë justifikimet siç i kemi dëgjuar. Po nuk kam shkopin magjik, po nuk bëhen këto gjërat për një herë, po prisni më jepni kohë, ja se ne po bëjmë kështu, po e gjetëm gropën këtu, po e gjetëm malin me borxhe atje, më kupton? Për justifikime thua, po këta janë mjeshtër të justifikimeve, nuk është që... Tani me që i lodhëm pak të mëdhenjt, ka një element shumë interesant tek partitë e reja. Po unë dua të më shpjegosh mbase pak ti. Partitë e reja janë investuar më shumë në bërjen e programit se sa partitë e mëdha. Dhe ndonjëherë janë më voluminose se sa partitë e mëdha. Është vërtet. Edhe i kanë publikuar të parat partitë e vogla programet në ndryshim nga të mëdha. Po ka një gjë. Domethënë ata po harxojnë kohë. Po jo, nuk mendoj që nuk harxojnë kohë. Pra, domethënë, unë nuk mendoj që partitë e vogla të shpenzojë kohë dhe të flasë edhe për politikën periferike të vegjël, po u rritëm. Kjo nuk duhet të pengoj partitë e vogla. Unë nuk mendoj që Adriatiku, Arlindi, Agroni mendojnë që do jenë kryeministrat e ardhshëm, se po e menduan këtë pastaj do të ishte shumë zhgënjyese. Por unë mendoj që ata duhet të mos të rriqen dhe të luftojnë dhe të forcojnë pozitat e tyre në këtë mjedis politik që është. Në mënyrë që nesër të jenë ata kingmakers, më kupton? Në politik ti duhet të shohësh hap pas hapi dhe ti duhet të kesh disa qëllime për t'i arrirë. Pra, në këto zgjedhje, çfarë do arrij unë? Dhe jo të fluturosh. Më kupton? Po, a duket një lloj megalomanie ose një lloj... Po edhe shoh këtë dhe më vjen keq, jo të gjithë, po e shoh që flasin sikur do jenë kryeministrat e ardhshëm. Jo, me këmbë në tokë. Ti je në këtë moment për të bindur dhe për të fituar elektorat dhe për të bërë i rëndësishëm nesër, jo sot. Sot nuk bësh dot, tani të flasim si që janë gjërat, jo të fluturosh. Sa ashtu shikoj edhe këto... Edhe Bashën për shembull që se përmenda se nuk di ku ta fus as të rinjt as të vjetrit, domethënë ai është nuk e kuptoj. Po që ata duhet të kenë disa qëllime dhe është kjo që thash, nuk duhet të demoralizohet dhe duhet të luftojmë. Të kujtoj vetëm se e marr Kosovën si shembull se e para kemi Rezritan dhe e dyta e kemi shumë pranë. Albin Kurti dikur ka qenë shumë i vogël. Sot është kryeministër. Po ju keni të drejtë për këtë edhe... Domethënë, unë dua ta mendoj kështu dhe ata duhet ta mendojnë kështu. Nuk e di nëse është gabim lingvistik apo është gabim konceptual, sepse unë mendoj që është gabim që partitë e reja i qasen publikut, duke i thënë që ne jemi të reja. Sepse në fraksion të minutës, ata janë të obliguar t'i thonë qytetarit që unë jam parti e re, por nuk jam i ri. Unë kam 14 vite aktivizëm. Pra, në politik e reja, është statistikisht e pamundshme. Pra dhe Albin Kurti që fitoi mbasi e reja u vjetërua, mjaftueshëm për të qenë... Dakor, pra ato që thash, politika nuk është vrap i shpejt që ti je një 18 vjeçar, që një futbollisti
38 vjeçar ja merr me sprint. Vrapim me ndalesa, me pengesa. Dhe këtë në mënyrë të pandërgjeshme, shpesh herë unë e kam vërejtur që e bëjnë dhe ata. Pra, në momentin që thotë jemi një parti e re dhe na besonin ne, kur moderatori thotë po pse të besojnë ty se je i ri, sepse unë kam 15 vite që bëj aktivizëm. Domethënë, prap duhet shkosh edhe ta evaluosh veten që ti je i pjekur mjaftueshëm për të marrë drejtim. Po nga ana tjetër, edhe ti, edhe unë, edhe qytetarët, kur i pyet për një parti të re, thotë ai duhet parë nëse do qëndroj aty pasi të humb. Që do të thotë edhe nëse je i re. Patjetër, po kemi eksperjenca, prandaj ty votuesi do të dënoj me vjetërsi. Pra, është i obliguar të shoh aty disa herë. Po patjetër. Dhe të vjetërohesh për të bërë. Dëgjoj, partitë e reja që nuk janë paterica elektorale të X-it apo Y-it, unë mendoj që duhet të forcojnë pozitat e tyre në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të bëhen ato më të fuqishme edhe pse jo pastaj të jenë në kushtet barabarta kandidimi. Por nëse ato sot futen në garë dhe mendojnë që do fitojnë dhe mendojnë dhe bëjnë premtime kryeministrash, e kanë luftën të humbur që tani, të paktën për elektoratin gri. E vërtet. Domethënë, ti mund të bindesh, nuk e di, dikë që të dëgjon thotë ua sa djali zgjuar, sa bukur flet, do t'i bëj të gjitha, po në fund fare ai pastaj shkon dikush dhe i thotë do ja japësh çik votën këtij, ai jep ai. Kupton, ai është elektorati që ja keni frikën 10 ditë të fundit, ëh? Patjetër, po sepse këtu kështu funksionon. Koha e ka treguar që këtu në minutat e fundit bëhen golat. Shiko, te këto minutat e fundit kur bëhen golat, kemi ardhur edhe ne. Edhe unë do të ftoj bësh ca gola. Kemi një rubrikë që me miqt në fund komentojmë mbi liderët politik që marrin pjesë në zgjedhje. Dgjoj, unë jam gazetare ekonomie dhe nuk është që këto politikanët. Po ti je qytetare që voton dhe për secilin e ke një. Patjetër. Pavarësisht tentativës tënde për të marrë atisur, unë prapë përsëri do t'i jap përpara. Patjetër. Edhe do dua një opinion tëndin mbi Edi Ramën. Po Edi Rama është artist edhe është njëkohësisht mjeshtër i propagandës. E kemi parë tek të dyja dhe të paktën te e dyta e di që është i talentuar. Po te e para mbase është i talentuar, por nuk i kam parë në një ekspozitë. Berisha. Se ti ke djalë vetë edhe nuk e di, po besoj që i ka pas qef dinozaurët. Uf. Po edhe Berisha ashtu është dinozaur, është T-Rex, që s'ka asteroid në politik që ta zhduk me sa duket. E bukur është kjo. Po gjithsesi dinozaurët u zhdukën. Prandaj e thash edhe. Që s'ka pas tash, jo që s'do ketë. Kush është ky? Lulzim Basha. Euro-Atlantik. Dhe kjo u bë fiks Euro-Atlantik atëherë kur Euro dhe Atlantikët janë një krizë të madhe. Dgjoj, Lulzim Basha është bërë gastori lagjes, themi ne. Edhe ka të ardhme për kështu tiktoker, si quhen këto, se nuk i di tamam, sot gaboj, po ne kemi grupe kështu WhatsAppi, me mikesha, me kolege, edhe do më thënë është bërë viral në argëton me këto videot e fundit, besoj e ke ndjekur. Prandaj them që ka të ardhme për të bërë kështu. Komedian. Jo komedian, ja, po TikToker, që quhen këto? Po. Është një meme e lindur. Kryetari i Partisë Lirisë, Ilir Meta, megjithse është në burg, liria e tij është e kufizuar, ai kandidon në këto zgjedhje, në listën e Partisë Demokratike. Po dëgjoj, Ilir Meta ka qenë dikur kingmaker në politikën shqiptare. Dhe sot është aty ku është. S'di çfarë të them, me thënë drejtën, s'ka parli. Kështu e njoh unë Ilir Meta. PSD-ja, një parti që nuk shihet asgjë kundi, por në fund shihet në parlament. Po, e vërtet nuk del në asnjë sondazh. Dhe në fakt i ka 3 mandate të sigurta gjithmonë. Çfarë mendon për Tom Doshi? Kryetari i partisë. Po,
Nuk e di, më bën përshtypje shumë lidhja e tij me besimin fetar. Shumë përshtypje më bën. Është nga këto politikanët e vetëm që ka takuar gjithë papët. I shërben kjo? Po, në elektorat, me sa duket. Do më thënë dëgjoj nga njerëz kështu si e përkufizojnë si bamirës, nuk di. Edhe unë e kam dëgjuar këtë. Është e habitshme për mua. Dëgjoj unë Adriatiku? për të rinjt dua që të jem kështu, si thua, të tregojmë mirë, edhe nuk dua që të tregojmë skeptike, Po dhe nëse je po nuk përgjithsisht më kritika bind të fare bën 2 herë më të Adriatiku, mirë. me thënë drejtën, për të qenë sinqert, po fare. Po su tregova e mirë. Po prandaj e bëra atë. Dasha Respekt. mirë. Respekt ka bërë premtim dedikuar vajzave dhe grave. Që? Meritojnë të punojnë 6 orë në ditë. Nuk kam çfarë të them. Do më thënë pas ke zgjedhur ku do shkoj vota? Jo. Thjesht të vlerësova faktin që ka menduar për ne. Ndryshe nga të gjithë. Agron Shejaj? Po për Agronin, siç të thash, ndryshe nga Adriatiku, për këta të rinjt si Agroni për shembull, mendoj që Agroni nga një biznesmen i suksesshëm, është me këmbë në tokë, ndryshe nga të tjerë, dhe e ka të qartë ku do të arrijë në zgjedhje. Dhe ndonse sot nuk na duket ne kaq i rëndësishëm, mendoj që me këmbguljen që ka ai njeri, do arrijë diku nesër. Dhe mbase do jetë ai kingmakeri i si thua i radhës politikën shqiptare. Mendoj unë. Kjo ishte qartë, domethënë kjo ishte qartësia apo ishte E ka të qartë ai ku do të arrijë. Domethënë nuk më duket nga këta që dalin dhe mendojnë se do jenë në kryeministrat e ardhshëm në këto zgjedhje. E kuptoj. Ai ka një objektiv, Po. edhe do të arrijë atë objektiv dhe kjo domethënë e bën ndryshe nga të tjerët për mendimin tim. Që një njerëz që është me këmbë në tokë. Endri Shabani? Nuk kam ndonjë koment për Endrin, me të drejtën. Merr pjesë në këto zgjedhje dhe E di, po nuk kam asnjë koment. Arlind Qori? Unë mendoj që njerëz si Arlindi, qytetarë si Arlindi, i duhen politikës shqiptare shumë. Unë e vlerësoj shumë për të vërtetat që ai thot. Do me thënë, kaq, po e lë. Po mirë, shumë mirë. Më pëlqyen komentat, ishin shkurtra, të sakta, edhe të ftonin një lloj reflektimi për të hulumtuar më shumë se çfarë ishte përmbajtja në disa raste e fshehur mbas fjalëve. Edhe ne sigurisht që kemi ardhur në fund të këtij bashkëbisedimi së bashku, duke bërë një xhiro midis programeve, disa premtimeve që ju thatë vinin edhe ndonjëherë jemi lodhur së i dëgjuari, por shpresoj shumë që qytetarët jenë të kthjellët në kuptimin e Është vërtet, duhet të zhvillojnë mendimin kritik qytetarët. Migen. e kam Duhet bërë. të jenë më dyshues, duhet të jenë më skeptik, duhet të kërkojnë llogari dhe të mos kenë frikë për ta kërkuar atë llogari dhe në fund duhet ta mendojnë mirë përpara se ta hedhin atë vot. Sepse realisht jemi në një situatë ku edhe një vot mund të bëjë diferencën. Kjo është Dhe të mos e shkojnë dëm votën. Mos Kjo e është e shkojnë vërtetë. dëm. Shiko, kjo është e vërtetë edhe kur juve thoni që duhet bëhet kritik me premtimi dhe me politikanët, këtë kam filluar të mendoj dhe unë vitet e fundit. Në fillim mendoja që më mirë të ishe larg politikanëve, qëndroni larg fushatave, mos u bëni pjesë e fushatave. Tani kam filluar të fleni një shtrat tjetër, duke dashur t'i bëj thirrje çdo qytetari. Dëgjoni që bëhet një miting në qytet, dil nga shtëpia dhe shko. Dëgjoje. 45 minuta, 1 orë, 2 orë sa flet lideri. Kur bëhet pyetja, ngriu dhe Bëj pyetje. Pyetje. Po. vjen politikani Grije tjetër. shqetësimin që ke.
Ulërit e problemin që ke, nuk ka asnjë problem. Vjen politikani tjetër, as mos ki asnjë ndroje se jo po vajti te mitingu i ati, se dil prap nga shtëpia, shkoj dhe te mitingu politikanit të radhës. Ri 2 orë, dëgjoje, bëj pyetje. Kam përshtypjen që këtë duhet bëjnë. Përgjithsisht ne shkojmë për festival, për koncert, edhe mbaron eventi, mezi pret të mbaroj eventi të shkoja të bëj foto me kryetarin ose me liderin që erdhi. Kështu që unë shpresoj që gjitha ato që diskutuam të kenë shërbyer ose të kenë vlerëtur për miqtan. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij bashkëbisedimi me. Të falenderoj pa mas, ty ishte kënaqësi për mua, realisht. Edhe komplimenta se je bërë kështu gazetar shumë i zoti. Ke filluar të vësh në vështirësi. Shiko, unë kam mësuar rrugës. Në kaq vite sa ju më keni pyetur, kam filluar të studioja edhe se si pyetej. Kështu që në këtë rast faleminderit për komplimentin, kështu që unë këtu miq po e mbyll këtë komunikim dhe shpresoj që të shihemi në komunikimet e radhës deri në fund të zgjedhjeve për zgjedhjet. Pastaj pas zgjedhjeve sigurisht që do i kthehemi halleve tona të përditshme që sigurisht janë shpeshherë më të mëdha se zgjedhjet.